Të nderuar shikues, u rikthyem në studio në këndin me personalitetet e ditës për sot edhe temën për të cilën sot do të flasim. Do të flasim sot gjithashtu për një temë shumë të bukur, njëkohësisht edhe shumë aktuale. Do flasim për projektin e fundit të realizuar nga një organizim i Kryqit të Kuq me PHV-n si dhe me nxënësit e palodhur, të cilët kanë kontribuar vullnetarisht për të mbledhur mjete apo fondacione për fëmijët apo familjet në nevojë. Për të folur për projektin e fundit, për koncertin, manifestimin humanitar dhe njëkohësisht për aktivitetet që i kanë paraprirë këtij koncerti, kemi nderin dhe kënaqësinë që në studion tonë të kemi të ftuar dy personalitete, edhe atë desiminatoren, profesoreshën Zilia Fidani. Përshëndetje, mirë se na erdhët, profesoresh. Përshëndetje Ariana, mirë se u gjeta. Faleminderit fillimisht për ftesën. Është kënaqësi për mua, është herë e parë që jam në këtë studio kaq të bukur. Vërtet është një kënaqësi dhe një ndjenjë shumë e bukur. Shpresoj që të kalojmë mirë. Faleminderit shumë që na keni nderuar dhe puna të cilën ju e keni bërë është një punë shumë humane dhe padyshim që do të promovohemi bashkë. Gjithashtu në emisionin tonë kemi dhe mini mentoren e këtij projekti, Elif Dava, një vajzë shumë ambicioze, talentuar dhe mbi të gjitha shumë aktive. Faleminderit Elif që ke pranuar ftesën. Faleminderit edhe ju për ftesën që na keni dërguar. Është hera e dytë për mua që të jem në këtë studio të bukur, sidomos edhe së bashku me ju që të prezantojmë atë punën tonë që kemi bërë, punën tonë të palodhshme. Faleminderit për vlerësimin që e keni shikuar tek rinia. Faleminderit juve që na keni nderuar, njëkohësisht si mini mentor në këtë projekt ka qenë edhe nxënësi Rami Omeri, të cilën e përshëndesim, dhe gjithashtu të gjithë nxënësit e palodhur, të cilët kanë qenë pjesë e këtij aktiviteti, por sot për shkak të hapësirës sigurisht kemi marrë një përfaqësuese nga nxënësit dhe profesoreshën si desiminatore. Sigurisht që në emisionet e radhës do kemi mundësi që t'i promovojmë bashkë edhe nxënësit e tjerë. Meqense Elifi e përmendi që është hera e dytë që është në studion tonë, herën e parë është prezantuar për veten dhe biografinë e saj, kurse profesoreshën e kemi për herë të parë. Atëherë unë do të dëshiroja në pika të shkurta një letër njoftim të shkurtër për biografinë tuaj. Po, faleminderit. Dhe një të prezantohem, jam Zilia Fidani, jam nga Tetova. Shkollën e mesme kam kryer këtu në Tetovë, kam kryer medresen, ku kam qenë një ndër në gjeneratën e tretë që kam kryer medresen, dhe për mua kjo ka qenë një nder dhe një kënaqësi shumë e veçantë. Pastaj shkollën fakultetin kam vazhduar në Tetovë, në Universitetin Shtetëror të Tetovës, fakultetin filozofik, dega sociologji, dhe aktualisht jam mësimdhënëse në shkollën e mjekësisë këtu në Tetovë, jap lëndën e arsimit qytetar, punoj me vitet e para. Për mua është një nder dhe një kënaqësi shumë e veçantë të punoj me nxënësit e viteve para, se vërtet kemi nxënës shumë të talentuar, kemi nxënës shumë të zgjuar, por kam edhe një bashkëpunim shumë të mirë me nxënësit. Kam fituar edhe besimin e tyre, jam futur edhe në zemrat e tyre edhe kalojmë shumë mirë. Si shkollë e mesme të mjekësisë që jemi momentalisht, vërtet kemi një shkollë shumë të mirë dhe jam me fat që jam pjesë e këtij kolektivi. Faleminderit shumë që na keni nderuar, faleminderit për këto informacione për biografinë tuaj. Por çfarë ju frymëzoi që të merreni me këtë projekt, ku keni qenë edhe si desiminatore? Po, këtë vit desiminatore e PHV-s dhe Kryqit të Kuq, domethënë jam zgjedhur unë. PHV-ja është një promovim i vlerave humane, ku zonja Aleksandra Riskovska është koordinatore, domethënë në gjithë Maqedoninë, dhe në secilin qytet janë të ndara disiminatore, një nga pala shqiptare dhe një nga pala maqedone. Këtë vit në Tetovë jam unë e palës shqiptare dhe kemi kolegën Tamara, gjithashtu edhe ajo është e kolektivit tonë, e shkollës tonë, palës maqedone, dhe për mu ishtë një ftesë, të tregoj drejt fillim nuk e dija më detajisht, më gjerësisht se çfarë projekti do jetë, se do jetë shumë i gjatë, por kur u futa, kur i mora vesh detajet, besoj se më pëlqeu shumë edhe paka shumë ka të bëjë edhe me lëndën time, edhe me profesionin tim, pasi që edhe arsimi qytetar edhe sociologjia ka të bëjë me shoqërinë, me vlerat, me humanizmin, me solidaritetin, që ndihmojmë të tjerëve, dhe është vërtet shumë kënaqësi të punojsh me të rinj, të ndihmojsh të tjerëve, të bësh projekte të reja, hulumtime, njerëzve në nevojë. Po, sigurisht edhe lënda juaj pra ndërlidhet me këtë projekt mbi të gjitha, ka të bëjë me humanizmin, me shoqërimin mes nxënësve, për cilën do flasim në pjesën tjetër, por unë dua edhe një vlerësim nga Elifi për këtë aktivitet, se çfarë rëndësie dhe çfarë peshe për ty si nxënëse ka ky aktivitet.
Ky aktivitet do me thënë për mua ka pat shumë rëndësi. E kam marrë shumë punën me seriozitet për shkak sepse ne përveç një organizimi apo një manifestimi apo një argëtim që kemi pas përmes nxënësve dhe publikut në skenë te Pallati i Kulturës së Tetovës, ka qenë edhe një organizim që kemi filluar do me thënë t'i ndihmojmë. Do me thënë rinia është ajo e cila ka filluar që shumë që ta tregoj vetvete se ne mund t'i ndihmojmë një zemër tjetër. Do me thënë ne mund t'ja zbukurojmë për një çast jetën e dikujt tjetër. Edhe ky do me thënë ka qenë një ndër projekte që kemi mbledhur të holla me këtë manifestim që kemi realizuar, edhe të holla do me thënë fondet të shkojnë për një familje, edhe besojmë që da gëzojmë një zemër e një fëmijë apo një familje. Dhe në përgjithësi projektet përherë çdo herë domethënë kanë një rëndësi shumë të madhe, sidomos unë që jam edhe në këtë rast edhe mini mentore e grupeve, është një nder dhe kënaqësi që të jem pjesë. Edhe gjithçka domethënë filloi si një argëtim me shoqëri, kemi filluar me vitet e para që të kemi shumë punë, edhe pastaj gjithçka mbas një kohe e sheh atë seriozitetin që duhet domethënë ta kesh në çdo punë që e bën, sepse çdo herë ka pengesa në çdo projekt domethënë që e fillon. Por pengesat kur je në një grup, në një bashkësi kur punon të gjithë për një qëllim të përbashkët, për një qëllim të madh, atëherë gjithë pengesat dhe sakrificat e te kalon me shumë kënaqësi, pa mos u stresuar, pa mos i vënë vetes se unë nuk mund që ta kaloj këtë peng. Ne çdo herë domethënë prej kur e kam pa, prej fillim se sa ambicioz i kam grupi, domethënë krenë nxënësit që i kam te grupi jem, kam pa se shumë ambicioz janë edhe pash se në synimin e atyre do të përfundojmë projektin dhe në fund domethënë që të dalim si Tetova në vend të parë, domethënë të jetë Tetova për herë të parë gjatë kësaj periudhe, të dalim ne të parët me që kemi punuar me shumë seriozitet dhe me përkushtim ndaj këtyre projekteve. Të flasim pak profesoresh edhe për qëllimin e këtij projekti. Pra cili ishte qëllimi, synimi që dëshironi të arrinit përmes këtij projekti? Ashtu edhe si përmendi Elifi, qëllimi kryesor dihet, pasi marrish pjesë në PHV dhe me kryqin e kuq, dihet se qëllimi është të ndihmojmë të tjerëve, njerëzve në nevojë, ndonjë rast me sëmundje, ndonjë shkollë që ka nevojë për diçka, ndonjë element diçka që u duhet. Pra, si që përmenda edhe atë natë, projektet i kemi të caktuara, qëllimet i dim motashve, se jemi fillu, jemi angazhu me projektet tona, qëllimi në është i qartë, që ndihmojmë të tjerëve, të bëjmë punë të mira. Ky është. Që sa kohë që angazhoheni në këtë projekt? Në projekt kemi fillu të angazhohemi prej kamesi shkurtit, u kyçëm pak me vonesë, por ashtu e pata edhe ftesën pak me vonesë. Punëtoria e parë, trajnimi i parë është mbajt me 19 shkurt, ku e kemi mbajt në kryqin e kuq në Shkup me lokacion. Atë trajnimin e ka mbajt Aleksandra, domethënë. Ajo është mbajt për ne diseminatorët, se si do ta bëjmë punëtorinë, si do ta udhëheqim krejt projektin, hulumtimin. Pastaj më njëherë mbas një jave, mbas disa ditëve është bërë punëtoria e dytë. Punëtoria e dytë është mbajt nga mentorja ime, Linda Regjepi, që është nga Kumanova, ku edhe përshëndes dhe falenderoj që deri tash na ka mbështet, na ka përkrah në çdo hapin ton. Dhe punëtoria e tretë është mbajtur nga vetë ne, kemi mbajtur në kryqin e kuq këtu në Tetov, ku e përshëndes edhe sekretarin e kryqit të kuq që na ka ndihmuar për çdo gjë, zonjën Radica që punon aty, zotri Rahimin, domethënë kemi qenë një ekip shumë i madh, pa njëri tjetrin nuk mund të arrijmë, domethënë nuk mund të funksionojmë, patjetër duhet të jemi gjithë bashkë, por puna të shkojë deri në fund. Çfarë aktivitete në fakt parashihen përmes këtij projekti, meqense në fillim përmendet pak disa? Aktivitet humanitare, ekologjike. Po, do me thënë kemi të qendrës që janë institucione, dhe kemi, do me thënë, dy projekte kemi humanitare, një është ekologjik, që tjetër qendra institucione, dhe tjetër është interkulturore, do me thënë që ta përfshim me të dy palët, dhe palës Shqipe dhe palës Maqedonase, që është një ndër projektet më të rëndësishme, do me thënë, në këtë rast, sepse ne duam që të shfaqim bashkëpunim, do me thënë, edhe solidaritetin që e kemi, ju do me thënë, dallimin që e kemi mes palëve apo religione, apo sidoqoftë dallime, nuk dom që të shfaqim, dom që të tregojmë se ne jemi një dhe me thënë ne të krejtë së bashku ndihmojmë një zemrës, që ajo është projekti. Në cilat aktivitete ke marrë pjesë në këto projekte, në cilat projekte konkretisht je kyçur? Unë normal si mini mentore, unë dua që
çdo kujt t'ja lehtësoj punën, se edhe unë është viti 2 për mua që të jem pjesë e PVH-s, edhe unë vitin e parë kam qenë vetëm si pjesëmarrëse apo vullnetare e grupit tim, edhe kam pas të arsyeshme se si është vështirë në fillim që të adaptohesh me shoqëri të re, ne jemi krejt për një klasë, jemi për klasave të ndryshme, gjeneratave të ndryshme, edhe pastaj kur unë u zgjodha si mini mentore në këtë vit, për mua ishte shumë kënaqësi, sepse unë e di se asnjëherë nuk ka të lë askënd anash, çdo herë do t'ju ndihmoj dhe e din edhe grupi jem që jemi tani për momentin. Në këtë rast, unë të gjithë 5 grupeve ju ndihmoj, jam si dora e djathtë për çdo këshill, për çdo angazhim ato të cilët fillojnë me çdo hapin e parë që duan që të ndërmarrin ato para bisedojnë me mua, që thonë nuk dëm që ta bezdisim shumë profesoreshën apo diseminatorën e grupit ton. Edhe në këtë rast unë jam si edhe dora e djathtë e profesoreshës dhe ajo pastaj përmes mua shkoj me nxënës, sepse jemi 35 nxënës te grupi PHV-s. Dhe ne normali kemi ndajt projektet tona që të punojmë, të kemi të ndam degat tona, që në fund prap t'ja dalim krejt së bashku. Më shumë projekte, më shumë vlera për neve, që të tregojmë rinin. Edhe në këtë rast unë jam pjesë e kretë projekteve, u ndihmoj të gjithëve dhe jap këshillat e mia si mini mentore apo si me eksperiencë, për vitit të kaluar. Se dhe si lidhese në mes të profesoreshës, si diseminatore edhe nxënësve? Diseminatore, si edhe nxënësit edhe shoqëria me një fjalë, të gjithë janë. Pra edhe dësha shtet edhe diçka, edhe qëllimi i PHV-s është se secilën vit ka, mentore, mini mentore, diseminatore. Edhe mini mentori duhet të jetë ai që ka qenë një vit më parë, ka punuar, ka pak praks me një fjalë, edhe patjetër do të di. Prandaj edhe i kam zgjedhur edhe Elifin edhe Ramiun, pasi këto kanë marrë pjesë edhe vjet, edhe din më mirë punën, din si ta udhëheqin. Puna me shumë nxënës, me ekip të madh vërtet nuk është lehtë, është e vështirë, se duhet gjithë të koordinosh, duhet të dish secili ta bëjë punën si duhet, mos gabojmë, mos maltretojmë vetëm dikush treje, se në fillim ka qenë numri mbi 40 nxënës, shumë më i madh, por nga problemet nuk kanë fajë edhe nxënësit janë në shkollë, kanë angazhime të tjera, dikush mirret edhe me ndonjë aktivitet tjetër, edhe numri ra, por nuk ra shumë, habitemi se ndonjëherë nxënësit dorëzon, por shkolla jonë vërtet ka nxënës shumë mirë, shumë të talentuar, që dita ditës edhe ka nxënës që ende më thonë profesoresh shumë bukur, shumë aktivitete të mira, duam të përfshihemi edhe ne, por nuk na jepet mundësia, se më vetë se kemi filluar, ne kemi arrit gjysmën e projektit, gjysmën e hulumtimeve, edhe desha të përmendi se deri tash kemi bërë edhe 2 projekte, por afatshkurtra, ku ju kemi ndihmuar 2 familjeve, një familje me mjete produkte ushqimore, ku kishtë, ishtë një nan me 5 fëmijë, mos gaboj, gjithë i kishtë me smundje të ndryshme, ishtë vërtet në gjendje shumë të vështirë, edhe një familje tjetër të Palës Maqedone, edhe këtë desha ta përmendi, pasi e përmendi edhe Elifi, qëllimi i PHV-s dhe i Kryqit Kuqesh nuk është të ndihmojmë vetëm njerëzve, shembull jemi shqiptarë, të ndihmojmë vetëm shqiptarëve apo muslimanëve, jo, pa marrë parasysh gjuha, feja, nacionaliteti, kombi, kultura, duhet jemi gjithë të barabartë dhe të ndihmojmë gjithë, edhe kësaj familje që ju ndihmuam është e Palës Maqedone, kishin vështirësi gjendje ekonomike, kishin probleme familjare, u ndihmuam gjithë fëmijëve me pajisje shkollore, me fletore, me çanta, çdo gjë që ishte ndihmë atyre, çdo gjë që ishte nevojshme u bë nga Kryqi i Kuqe dhe nga PHV, po këto janë projekte afatshkurtra, tash fillojmë të punojmë për projektet me qëllime afatgjatë, që të ngelin për një kohë, shumë të gjatë, më të gjatë të caktuar. Që edhe pasi rrugtimi jem ka filluar me të mirëm me shoqërinë të ndryshme në shkollën time, pasi që jam edhe kryetare e Unionit, edhe në shumicën e rasteve unë i njihsha gjatë krejt që ishin aty nxënësit në Union, që janë aktiv, edhe më njëherë kur e kam dërguar lajmërimin, e veç e kam pas nxënësit shumë kam pas interes, edhe tha vetë numrin se ka qenë mbi 40 nxënës, edhe ju s'u paksu shumë pak numri, ishte çudi e madhe për mua kur i pash si sa numër të madh ka, rinia më nuk është si ma para pasive, tani më krejt janë aktive, krejt duan që të ndihmojnë. Në këtë rast, Kryqi i Kuqes përveç që na mbështet, ama edhe rinia i qëndron mbas, nuk janë vetë. Edhe këtu ka filluar rrugtimi jon prej start, shkolla jon Nikola Shtejn ka qenë një ndër mbështetja e parë, pastaj shkolla, nxënësit që përfaqësojnë atë shkollë dhe normal Kryqi i Kuqes pa të arsyeshme që ne të jemi të përfaqësojmë PVH-n me mbi 35 nxënës.
Po, të flasim pak edhe për koncertin humanitar, ose ndryshe thënë manifestimin humanitar që u realizua në Qendrën për Kulturë në Tetov, që po shohim edhe disa inserte, edhe fotografi në prapavi. Do më thënë sa jeni të kënaqur me këtë koncert, me këtë projekt, me manifestimin, sa ishin numrit e pranishmëve, kush mori pjesë prej artisteve, të cilët kontribuan për të ndihmuar, e kështu me radhë. Vetë emri koncertit humanitar tregon se koncerti është bërë me qëllime humanitare, që buxhetit hollat që do të mlidhen nga shitja e biletave do bëhen me qëllime që të ndihmojmë dikujt në projektet tona që kemi në të ardhmen. Me koncertin jemi shumë të kënaqur, vërtet nuk e prisshim se do ketë një publik aq të madh. Ne ditën e parë kur shitëm bileta nuk është se kishim shumë sukses, por dita ditës edhe mund me shumë krenari dhe kënaqësi themi se kemi shitur mbi 500 bileta, ka pasur përsëri dua ta përmendi se Tetova është shumë humaniste dhe shumë solidare, çdo herë ata janë që na kanë përkrahur prej gjitha projektet tona, se ne kemi dalë edhe kemi bërë shitje si e përmenda në qendër të qytetit, ka pas persona që vetëm tolla kanë dhënë, nuk kanë marrë asgjë, njëjtë na ka ndodhur edhe me biletat, ka pas persona që nuk kanë marrë bileta, vetëm kanë dëshur domethënë të japin tolla, se ka parë si qëllimi i tollave është për bamirësi, se kur shohin se Kryqi Kuq, gjithë qyteti, gjithë njerëzit e dinë se Kryqi Kuq çfarë qëllime ka, është për qëllime humanitare, për që ndihmuar të tjerëve. Kaluam shumë bukur, kanë qenë personalitete shumë të ndryshme, kemi pasur domethënë pjesëtar të komunës, që i falenderoj, të Kryqit të Kuq, drejtoreshën e Pallatit të Kulturës, edhe ajo na ka ndihmuar shumë, edhe atë falenderoj shumë. Kemi pas drejtoreshën e shkollës tonë Nikola Shtein, edhe për atë kam një falënderim shumë të veçantë, se edhe ajo shumë na ka ndihmuar, na ka përkrahur, mos na kish lejuar ajo apo nxënësit se kanë marrë shumë mungesa, kanë dalë nga ora, atë gjithë mungesat i kanë të arsituar nxënësit nga drejtoresha, mos kishin një ndihmë edhe asaj, një lehtësim edhe asaj, neve do na e vështirësonte punën, kolektivit shkollës, përgjithësinë e shkollës, profesoreshën Meriem, edhe atë dua të jap një falënderim shumë të veçantë, se edhe ajo na ka ndihmuar shumë. Por pjesën e muzikës ekipeve le të vazhdoj Helifi, kjo është marrë me atë pjesë. Në fillim kur ma parashtruat këtë pyetjen e manifestimit, menjëherë kam buzëqeshur sepse ka qenë një ndër prekujtimeve që do mbesin çdo herë në mendjen dhe në zemrën time. Ka qenë një manifestim me të vërtet pak ishte domethënë angazhim, pasi që edhe vetë isha organizatore atit manifestimi, me ndihmën e çdo kujt të kemi kontribuar sa do kemi mund, domethënë përgatitjet për manifestimin e kemi fillu 2 javë më herët, që ka qenë domethënë edhe kohë të shkurtër, kur da mendojmë se na zë edhe Bajrami, domethënë kapi festa e Bajramit. Edhe ne s'kishim as hapësirë kur do i printojmë bileta, apo kur do dalim të shesim. Ditën e hënë, domethënë kur kemi dalë që të shesim bileta prej orës 12 deri në orën 21 të mbrëmjes, edhe ditën e hënë ka pas shi, ka pas erë, ka qenë shumë ftofët, nxënësit domethënë edhe pse ka pas shumë sakrifica dhe pengesa, ne nuk u ndalëm në asnjë farë mënyre. Njerëzit kur kalojshin na bëshin a jeni këtu hal, a shkoni më në shtëpi se jeni lodh, keni mërdi këtu jashtë, edhe sa herë kalojshin njerëzit na bëshin pijet të nxehta që të ngrohemi, ose na pyetën në dëshironi diçka që t'ju ndihmojmë. Edhe shitja e biletave ka shku edhe me vështirësi, ama aty kemi qenë krejt së bashku, domethënë pra njëri tjetrit. Në këtë manifestim shumë kanë kontribuar domethënë shkollës muzikës, edhe që kemi krijuar tani një atmosferë të përbashkët shoqërisë. Shkollës muzikës kanë qenë aty me instrumente, pastaj ka qenë Labdinat Abdurrahmani, që dua shumë të falenderoj, që domethënë ftesën time e ka pranuar pa asnjë refuzim ose pa asnjë mendim, drejt ka qenë i gatshëm për të dalë në skenë që ta këndojnë atë muzikën tetovaren. Edhe pastaj shkollës tonë gjithashtu ka kontribuar me recitime si Azra Alia dhe Julza Sulemani, falenderoj shumë për gatishmërinë e atyre. Nela Selmani, e cila ka kënduar së bashku domethënë si me klarinetistin ton Erdenaj Sali. Manifestimi ka qenë një argëtim shumë i mirë për të rinjt. Sadopak domethënë Tetovën e kemi zgjallur, domethënë e kemi çur prej xhumit, edhe ka qenë një ndër prej aktiviteteve që edhe drejtoresha e pallatit na ka thënë do mbahet mend, përveç domethënë që ka pas qëllimin e tij humanitar, ka qenë edhe argëtues. Kemi marrë pjesë shumë valltarët të Jehonës Malsis, domethënë që edhe këto i kemi në foto. E falenderoj shumë shoqatën kulturore artistike të Jehonës Malsis, kanë qenë të gatshëm me një herë si dhe drejtoreshën e Jehonës Malsis, zonja Liveta.
Manifestimi u ka kryer domethënë pas një incident, kret kanë qenë të kënaqur, kemi pas mbi 450 persona në pallat, ka qenë domethënë kjo ishte pjesa e fundit domethënë të manifestimit ku kret dolëm në fund dhe hypëm në skenë dhe duke kënduar Xhamadani via via. Ka qenë një kënaqësi e veçantë për neve, sidomos ndjenjen që e ndjen krenarinë që ke arritur të krijosh, të organizosh një manifestim kaq shumë të madh dhe në fund të jetë qëllimi humanitar, është një plotësim shpirtëror, domethënë është diçka që e ndjen në vetveten dhe nuk mund që ta shprehësh ndjenjën dikujt tjetër. Ama ato domethënë të cilët kanë kontribuar me sado pak, domethënë që sa kanë mund, me qoftë me të holla apo qoftë me kontributin e tyre në skenë, ka qenë jashtëzakonisht humanitar, jashtëzakonisht domethënë ato njerëzore, shumë domethënë e kanë treguar solidaritetin në vete që e kanë. Megjithatë, përmendëm pak më herët që edhe lënda juaj ose shkenca që ju keni studiuar sociologjia ka të bëjë shumë me shoqërimin mes njerëzve. Sa ky aktivitet ju ka ndihmuar nxënësve që të shoqërohen mes veti? Vërtet ju ka ndihmuar shumë, ashtu siç e përmendat se sociologjia është shkencë shoqërore, e cila merret me shoqërinë, me problemet shoqërore. Edhe personi që është sociolog do të jetë i ndjenshëm, i përgjegjshëm për problemet që ndodhin në shoqëri, do të jetë i gatshëm që t'ju ndihmojë atyre, të gjejë një zgjidhje, të shikojë personat në nevojë, të tregojë thjesht një ndjenjë të veçantë, të ndjej keqardhje që t'ju ndihmojë njerëzve. Edhe unë edhe ashtu e kam edhe lëndën, shumicën aktiviteteve që i kemi bërë tash në praktik, unë vetë se të gjitha i kam bërë në teori me nxënësit, çdo herë i kemi bashkëbiseduar, por çdo herë kemi thënë se nuk, inshallah do na vjen ndonjë ditë mundësia që t'i vendojmë në praktik. Se secilën gjë kur e mësosh teori, kur e vendosh pastaj në praktik, vjen shumë më lehtë, domethënë është shumë më e qartë dhe më e kuptueshme. Dhe vërtet nxënësit i kemi shumë të talentuar, shumë punëtor, unë ju them që të vazhdojmë, pse kohën e lirë ta kalojnë me telefona, në për kafene, duke qenë të mirën me ndonjë aktivitet, me diçka, pse mos e gjallërojmë Tetovën ende më shumë, pse mos bëjmë punë të hajrit. Fundit, njeriu me një vepër shumë të vogël mund të bëhet solidar, mund të bëhet human, nuk më thon t'jape pele ku e di se çka, vetëm duke u angazhuar vetë si person, të futet në për aktivitete, në për projekte, ai mund të bëj dikë shumë të lumtur apo të buzëqesh. Në fund të manifestimit, fjallën e parë që e kam dëgjuar ka qenë Tetova ka pasur talenta. Po thash ka pasur talenta, por ndonjëherë edhe nuk ka dalë në skenë, apo s'ka pasur dikush kush t'i nxjerrë në skenë. Edhe vetë projekti tani në këtë rast e merrat qëllimin e vet, kuptimin e vet që projekti e shfaq talentet, i shfaq domethënë ato që organizojnë, domethënë ato personat aktiv. Në vjet kur kam marrë pjesë aq shumë shoqëri që kam njoftuar aty, edhe ende i mbajmë kontaktet me ato, edhe si vetë thash, inshallah na dalin domethënë nxënësit që cilët do adaptohen shumë shpejt, që janë shumë të shoqërueshëm, edhe as pak nuk jam zgjonjur në këtë rast se e di se deri në përjetësisht do ta mbajmë si kujtim këtë shoqërinë që e kemi krijuar në këtë projekt. Por njerëzit tonë, populata jonë, sa janë njerëz humanë lip? Ti ke qenë gjatë gjithë kohës në teren edhe i ke parë. Më besoni se nuk kam fjalë për të thënë. Pa përmenda edhe para pak që njerëzit kaluan dhe vetëm na lishin të holla, për mos marrë bilet. Thoshin njëpën dikuj tjetër, do një të riut i cili nuk ka mundësi që të pagoj një bilet, ja pagoj unë për ata. Kër në shifshin thash, në bishin që pijet të nxehta edhe jo vetëm se nuk kemi dalë herën e parë tani për bilet, kemi dalë edhe më herët. Me të vërtet jam habitur me Tetovën në këtë rast se çështëm që jemi njoftuar me njerëzit përus që kanë kalu, tani edhe kur kalojmë diku tjetër na përshëndesin, edhe atë një të kryqit të kuq sa vajza të mira që jeni, sa të hapura me njerëzit, me popullatën, ama them nuk kemi qenë vetëm me të hapur, edhe popullata ka qenë e hapur për neve, na kanë mbështetur domethënë në çdo rast. Kemi dalë, kemi shitur, na kanë përshëndetur, edhe aty kam pasë hala ka njerëz. Hala ka domethënë njerëz të mirë, njerëz human, njerëz që të mbështesin, që ta dinë vlerën. Kanë kaluar shumë grupe të rinj apo profesoresha, edhe na kanë thënë se ju vlerësojmë shumë për shkak se edhe ne kur kemi qenë të ri, kemi pasur domethënë aktivitete dhe herën e parë domethënë kur kemi dalë ka qenë dom që të mbështesim të rinj sepse ne kemi patë arsyeshme se duhet të mbështeten këto të rinj. Se dikush që ka kaluar një periudhë, domethënë në të kaluarën, tani e din vlerën e dikujt tjetër. Edhe ka pasur shumë njerëz domethënë në Tetovë që e kanë ditë vlerën e një të riu që i cili mundohet të tregohet si qytetar aktiv domethënë në Tetovë. Jam shumë e kënaqur në këtë rast.
Cilat janë planet profesoresh që i keni për të ardhmen, në projektet e radhës që i keni paraparti bëni bashkë? Kemi shumë plane, shumë projekte, por shpresoj të na realizohen. Më shumë duam të punojmë me shkollat fillore, duam të bëjmë ndonjë projekt afatgjat, tash nuk e di është e drejtë të zbulojmë apo jo. Duam të bëjmë një dhomë senzitive në një shkollë fillore, ku ka fëmijë me tmeta, domethënë me nevoja të veçanta, ku shumica e shkollave nuk kanë mundësi, defektologët punojnë të njëjtën klasë me nxënësit dhe kanë shumë vështirë, shumë problem ti të punojsh me nxënësit tënd që është me nevoja të veçanta, që i ka ato nevojat e tyre, ndërsa klasa tjetër e din tash ato klasat e para, klasat e dita si janë, nuk e din ende atë ndjenjen, mos bullizojnë, mos përqeshin njëri tjetrin, nuk e din atë ndjenjen. Vërtet ka nevojë tetova për kësi dhoma senzitive, se besoj se nuk ka vetëm një shkollë sa kemi informacion, po vetëm një shkollë ka qenë vetëm një shkollë. Po pastaj për ndonjë obord ndonjë shkollës mendojmë bëjmë diçka por afatgjat, ose rregullimin e parkut, ose të blejmë diçka karike që të qëndroj diçka afatgjatë, jo projekte për afat shkurtë, se ne mund të ndihmojmë njerëzve, por është diçka afat shkurtë, se njerëzit çdo herë kanë nevojë, njerëzit që vërtet janë të varfër, që kanë probleme shëndetësore apo kanë varfëri të skajshme, vërtet kanë nevojë çdo ditë të ndihmojmë, edhe ne nëse u çojmë një pak ushqimor, ajo shumë shpejt do të mbarojë dhe vërtet ato kanë nevojë. Prandaj do të bëjmë diçka me qëllim afatgjate, mendojmë kemi edhe një projekt tjetër, por atë ende nuk e kemi vendosur, se çka do ngele. Ndoshta edhe nuk duhet ta zbulojmë pak më të tjetër, që të jetë pak më të madhe, më ekskluzive, kur ta nxjerrim në pak se çfarë kemi arritur të krijojmë ne. Projektet afatgjat duan që të mbesin si një kujtim në Tetov, jo vetëm për grupit tim, se edhe grupi tjetër që ka qenë domethënë vjet kanë lënë gjurma në disa pjesë të qytetit ton, edhe sa herë që kalojmë thomë ne këtë punë kemi kryer këtu me shoqërinë tonë që patëm atëherë, edhe prandaj duam që edhe brezat të ardhshëm të gjeneratave, domethënë që do të kenë PVH-n si projekt, duam që të marrin shembull prej neve, prej punën tonë që kemi bërë, sepse edhe ne kemi marrë shembull prej dikujt tjetër, edhe ka qenë domethënë një eksperiencë shumë e mirë për mua, prandaj dhe kam vazhduar rrugtimin tim për herën e dytë të jem pjesë e këtij projekti. Elif, cilat ishte porosia jute për në fund për gjithë moshatarët, për këto projekte, por edhe në përgjithësi që të jenë më human, më aktiv, që dalin nga zona e tyre e komforit edhe të jenë më aktiv në shoqëri? Jo çdoherë domethënë ne duhet të bazohem në atë besi se kam bërë gjumin fiksa dune ose nuk kam dalë në kafene me shoqërinë time, por një ndër qëllimeve të mia ka qenë që unë të ndihmoj. Edhe vetë drejtimi jem që në shkollën e mjekësisë jemi drejtime humane, doam që ta tregojmë atë humanitetin tonë që kemi në vetvete që e mbajmë, dhe në fund do t'ju them që rinia duhet që të përfshihet shumë, sepse Tetova, apo jo vetëm Tetova, edhe në vendet tjera, si brenda kufive, jashtë kufive, kanë nevojë për rini, sepse ne jemi ato pasardhësit e gjeneratave më të vjetra. Dhe prandaj që njerëzit në Tetov, nëse flasim për Tetov, duhet që të përfshihen më shumë, edhe pse jemi, ama do të që të shtohet ky numër, jo që të ngelem domethënë 35 dhe në vitin tjetër tashmë të mos shtohet 70 të bëhet. Ju përgëzoj domethënë të kreditëve të cilët marrin iniciativa të tilla që të ndihmojnë, të krijojnë qoftë manifestime, qoftë ndonjë organizatë tjetër, të jenë domethënë aktiv në shoqëri sadopak, atë që të kanë atë shpirtin e tyre të plotësuar, të përsosur, që një ditë kur dalin jashtë domethënë të kenë atë respektin si njerëz të mirë, njerëz domethënë të cilët kanë lënë gjurma pas vetes. Dhe fundit gjithë një ditë do të zhdukemi për kësaj bote, po të lëmë diçka pas neve, të krijojmë një shoqëri që do të kujtojmë përgjithmonë. Edhe në këtë rast domethënë dua që t'i falenderoj shumë grupit tim që jemi për momentin te PVH-ja, t'i falenderoj kolektivin e shkollës tonë, domethënë profesorët dhe profesoreshat, drejtoreshën e shkollës tonë, Malsore Ramadani, përgjithësi jam Meriemi Sulejmani. Në fillim nuk e përmenda drejtoreshën e Pallatit të Kulturës Njomza Imeri Ismaili, përmenda edhe tek manifestime, ajo domethënë për takimin të parë ka qenë e gatshme për të na ndihmuar për të ky projekt të bëhet realitet, edhe me siguri domethënë ky projekt të bëhet realitet edhe atë do ngelet në kujtimet e të gjithëve.
Kështu që edhe një falënderim shumë të veçantë dua që të them edhe për familjen time, e cila domethënë më ka mbështetur në çdo moment, sepse unë ka rarë rast domethënë që në mëngjes kur kam dalë prej shtëpisë edhe më të kthehem në mbrëmje, edhe familjarët e mi nuk më kanë bërë asnjë problem që të më ndalojnë të mos dal ose pse më kanë zënë orat e vona të natës. Domethënë jam shumë falënderuese si për ato, si domethënë për krejt ato që na mbështesin në këtë projekt. Gjithashtu shumë faleminderit për profesorën time të dashur që çdo herë do ngelet si nëna ime e ditë. Faleminderit. Edhe unë këtu desha pak të ndërlidhem, pasi Elifi falenderoj familjen e vet, unë duhet të falenderoj familjarët, prindrit e gjithë nxënësve, se vërtet na kanë ndihmuar, na kanë mbështetur shumë. Kanë qenë ata që na kanë dhënë motivim të ecim përpara. Kur kemi qenë në qendër të qytetit, në orë të vona të natës, kanë qenë që kanë ardhur ata, na kanë mbështetur, na kanë motivuar dhe na kanë thënë çka t'ju duhet diçka, ne jemi këtu. Janë pikërisht ata prindër që i kanë lënë amanet tek fëmijët e tyre, se është problem në këtë kohë edhe në orë të vona, apo siç e përmendi Elifi, ka pas kohë që prej në mëngjes nxënësit deri në mbrëmje kanë qenë në terren me aktivitete, me punë. Kjo është vërtet lodhje, kanë marrë mungesa, kanë pas vështirësi me notat ditët e fundit tash, por ka qenë një tolerim dhe një respekt i veçantë ndaj prindërve. I falenderoj edhe nxënësit, falenderoj edhe kolektivin e shkollës, gjithë kujdestarët që vërtet na kanë treguar një tolerim të veçantë, se patjetër thash puna nuk bëhet vetë, po puna me ekip është pak problem, po kur ndihmojmë secili njëri tjetrin, kemi përfund një rezultat të mirë dhe porosia ime përfund është që sa më shumë të rinj të aktivizohen, sa më shumë të bëjnë ndryshime, pse mos një hap i vogël joni mund të për dikë të jetë një ndryshim shumë i madh dhe pse mos punojmë diçka që tetovën tonë të mirë dhe të bukur ta ndryshojmë për secilin aspekt, për çdo gjë, domethënë. Edhe unë falenderoj mini mentorët e mi, Elifin, Ramiun. Elifin e kam pas krah të gjatë, më ka ndihmuar, ku s'ka mund të marr pjesë ti unë aty, Elifi ka qenë domethënë me njëherë krahu im i gjatë, edhe prandaj edhe ka emrin mini mentore. Falenderoj çdo kënd që ka punuar me ne, që ka bashkëpunuar. Ky nuk është fundi, ky për ne është veç fillimi, vetë se jemi futur. Duhet të na prisni edhe me projekte shumë më të mëdha se ky që ka qenë deri tani. Edhe besoj që do shihemi përsëri në studion tuaj me shumë kënaqësi, me nder dhe me privilegj që kemi kryer, domethënë që kemi mbajtur në shpinën tonë, në supet tona, domethënë që kemi mbajtur mbarën apo iniciativën që kemi realizuar neve, por ajo përsëri për neve mbetet si privilegj. Faleminderit shumë. Sigurisht që do t'ju mirëpresim prapë, ne ishim edhe si staf edhe në mbrëmjen e koncertit për të marrë deklarata dhe për të incizuar nga koncerti. Gjithashtu kemi mirëpritur edhe në emisionet tona dhe do t'ju mirëpresim edhe në të ardhmen. Faleminderit shumë edhe një herë Arian, faleminderit për ftesën, sa desha edhe ta përmend, faleminderit edhe juve që ishit edhe sponsor të emisionit, që na erdhe domethënë, na ndihmuat, ishit aty me ne, na dhat forcë, na dhat mbështetje. Faleminderit për çdo gjë, vërtet ish kënaqësi të jemi pjesë këtu emisionit, edhe pse mos me këtë emision të nxisim të ri, të nxisim rinin, jo vetëm të shkollës tonë, por gjitha shkollat, gjithë Tetovën edhe gjithë qytetet e Maqedonisë, pse mos bëjmë vepra humane, mos jemi njerëz të mirë, sa të përçahemi, më mirë të kalojmë sa më mirë, se fundit jeta është shumë e shkurtër. Prandaj të lëmë vepra dhe punë të mira. Faleminderit shumë Mariana, me të vërtet i bashkangjitën fjalëve që i tha profesorja, nuk kam fjalë ende që të shtoj, i tha të gjitha dhe është shumë me drejt për këtë që e tha. Faleminderit edhe takohemi përsëri në studion tuaj. Faleminderit shumë edhe një herë që na nderuat dhe ju përgëzojmë për punën humane të cilën ju e bëni. Faleminderit. Faleminderit. Nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetet e ditës. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak pjesën e fundit.